Në mbyllje, sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Atletikës Enea Rezda na bën një përmbledhje, një konkluzion për ecurinë e këtij kampionati. Fillimisht do të falenderoj klubin Vllaznia, i cili gjithmonë është mbështetës në organizimin e aktiviteteve të Federatës Shqiptare të Atletikës. Dhe sa herë që bëjmë aktivitete në stadiumin Loro Borishi të Shkodrës, kemi si të thuash rezultate shumë të mira, si nga ana organizative, si nga ana e sportistëve. Sa i përket cilësisë dhe rezultateve, i kënaqur jeni për atë çfarë u arrit në këtë kampionat? Me thënë të drejtën, kemi akoma shumë punë për të bërë. Klubet po punojnë shumë mirë, po gjithmonë ne kërkojmë të kemi masivitet, të kemi cilësi sportive, që të kemi mundësinë të paraqitemi edhe në aktivitete ndërkombëtare, si për shembull Ballkaniadën e U18 me atletë të nivelit të lartë kombëtar. Partizani për femra dhe Vllaznia për meshkuj ekipet kampione. Duket se kanë kthyer në traditë të këto dy klube për fitimin e trofeve. Sidomos Vllaznia për meshkuj është apeluar prej rreth 15 vitësh. Është vërtet, është kthyer në traditë. Nga ana edhe kjo do të thotë si fal punës të shumë të mirë të trajnerëve të klubit Vllaznia, cilët i falenderojmë që kontribuojnë jashtëmase në sportin e atletikës në vendin tonë. Gjithashtu edhe urime ekipit Partizanit, cilët fitoi për femra vendin e parë, por gjithashtu edhe klubeve të tjera që morën pjesë në këtë aktivitet me rezultate shumë të mira, edhe presim dhe më të ardhmen kemi dhe atletë të nivelit elitar. Ne vijmë cilat janë disa nga garat që Federata Shqiptare e Atletikës ka në program për të zhvilluar. Në fund të majit kemi gjithashtu Small States Championship, i cili zhvillohet në Monaco, ku ekipi kombëtar i Shqipërisë do të shkojë me ekip të plotë. Dhe duke u pasuar në datë 20 qershor, ku do të kemi kampionatin ballkanik për të rritur në Volos të Greqisë. Dhe më pas fillojnë radhë, siç është dhe kampionati evropian i cili zhvillohet në Birmingham të Londrës në gusht. Enea Rezda në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Atletikës, përkrajosh keni edhe presidentin e kësaj federate, një emër që ka kontribuar shumë për atletikën shkodrane dhe atë shqiptare, Izbir Smajlaj. Si është bashkëpunimi i raportet me presidentin Smajlaj? Shumë i mirë, dhe faktin gjithashtu që jemi dhe afër me njëri tjetrin me moshë, jemi të dy të rinj, mundohemi të dy të bëjmë më të mirën, bashkëpunojmë shumë me njëri tjetrin, kështu që them që jemi në rrugën e duhur që ta çojmë të atletikën të parë. Të shohim tani. Thatë edhe vetë dy të ri në moshë, Izbir Smajlaj president, Enea Rezda sekretar, që duket se kanë sjellë dhe një herë të re tek një frymë të re tek Federata Shqiptare e Atletikës. Po mundohemi, është akoma fillimi, ka shumë punë përpara. Duhet të ngrem nivelin sportiv, duhet të ngrem infrastrukturën, kemi nevojë për shumë punë, që të themi që po bëjmë diçka të mirë. Ne faleminderit për intervistën. Faleminderit juve. Urime për aktivitetin dhe suksese në garat e ardhshme. Shumë faleminderit.